Dilema e 7. Filani po falet, ama po bën këtë mëkat e atë mëkat. Ta në të zezët i bën, prandaj nuk du më konë si kraj. Ta analizojmë pak këtë dilemë. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Si përgjigje ndaj kësaj dileme, mund të themi këto pikë vijuse. Para, Allahu subhanahu wa taala nuk na ka obligu, nuk na ka ngarku që t'i vëzhgojmë të tjerat, që të shikojmë se të tjerët çka po bojnë e ç'as po bojnë. Por se Allahu subhanahu wa taala na ka obligu ta shikojmë vetëm, të shikojmë veprat e tona, të shikojmë fjalët e tona, ta shikojmë gjendjen e zemrës tonë, ta përmirësojmë vetëm. Allah subhanahu wa taala thotë në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum." O ju që keni besu, ju duhet ta shikoni vetëm. Ju duhet ta shikoni vetëm. Nuk ju dëmton ai që e ka humbur rrugën nëse ju jeni në të vërtetën, nëse ju jeni në rrugën e drejtë. Tek Allahu është kthimi juaj dhe pastaj Allahu do t'ju lajmëroj juve për atë që keni punuar, që keni vepruar. E dyta, nëse ai person që po e përmend bën mëkate, fal namazin dhe bën mëkate, ky nuk është justifikim për ty me lënë ti namazin. Nëse ai vepron keq, e fal namazin dhe vepron keq, atëherë ti fale namazin dhe mos vepro keq. Fale namazin dhe vepro mirë. Fale namazin dhe bëhu shembull për të tjerët. Çfarë lidhje ka vepra e tij me lënien tonë të namazit, apo me falën tonë të namazit? E treta, edhe nëse ai person bën mëkate anësore krahas namazit, duhet të kuptosh se lënia e namazit që e bën ti është më e rëndë se sa veprat e këqija anësore që i bën ai person. Prandaj ti je në gjendje edhe më të keqe se ai person. Pasi që ti po e lën namazin që është më e rëndë. Pastaj e katërta, ai person i cili e fal namazin, ama bën edhe vepra të këqija të tjera. Ai e para ose nuk është të fal çysh duhet, me porulsi, me frikë respekt, dhe nuk e ngrit namazin çysh duhet, çysh e kërkon Allah subhanahu wa taala, ose është në fillim ose është në fazën e përmirësimit, sepse nuk ka mundësi dikush me fal namazin edhe me u marr me vepra të këqija tjera të shumta, sepse Allah subhanahu wa taala thotë inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Thotë me të vërtet namazi ndalon nga veprat e dyta dhe nga veprat e këqija apo nga çdo vepër e keqe. Namazi është pengues dhe nuk ka mundësi me u bashku mëkatet e mëdha të shumta me faljen e namazit çysh duhet. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se, ti nëse e fal namazin çysh duhet, nëse ai nuk e fal namazin çysh duhet, i cili nuk e pengon nga veprat e këqija, pasi që siç duket nuk e fal namazin çysh e kërkon Allah subhanahu wa taala, atëherë ti fale namazin çysh duhet dhe largohu nga veprat e këqija. Bëhu ti shembull atëherë. Prandaj ky justifikim nuk është real, nuk është i sakt, nuk është i duhur, nuk është i logjikshëm, sepse secili prej nesh ka me hy vetë në varr, secili ka me dal vetë para Allah subhanahu wa taala, secili ka me dhon llogari vetë para Allah xhelle xhelalu, ka me u marr në pyetje për veprat që i ka bë, ke me u marr pyetje për namazin që nuk e ke fal, vetë. Edhe aty nuk vlen pastaj arsyetimi apo justifikimi, filani e ka fal namazin, ama ka bë vepra të këqija, ka bë ndyta, ka bë gjinohe, ka bë tanatzeze, prandaj unë nuk e kam fal namazin e kështu me radhë. Aty nuk ka kësi justifikime, aty nuk pranon këto arsyetime të kota, të pavlefshme, të palogjikshme, jo reale. Prandaj fale namazin dhe leje këtë justifikim që nuk ka bazë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.